إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم ما بعد. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, jemi në mësimin ton të dashur fragmente nga jeta e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe me lejen e Allahut madhëruar, sot jemi në aleikum selam. Jemi në mësimin e hijretit, emigrimit të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, një ngjarje shumë e rëndësishme për Islamin, saqë Umar ibn Khattabi radiallahu anhu vendosi që ta llogaris kalendarin Islam nga kjo ngjarje madhështore. Thamë në mësimin e kaluar që mas beslidhjes së parë dhe të dytë, filluan sahabët të emigrojnë drejt Medinës. Dhe vështirësia ishte e madhe për disa, siç ishte rasti i asaj gruas të cilën nuk e lejuan të udhëtonte dhe pati vështirësi të madhe. E thamë mësimin e kaluar. Umar ibn Khattabi radiallahu anhu emigroi po ashtu në fshetësi, pra jo në publik, pra nuk e bëri të publik emigrimin e tij, siç mund të jetë në disa libra thuhet e tillë, por se nuk ka zinxhir të saktë që e vërteton këtë, por ajo që është e saktë është që ka dalë në mënyrë të fshehtë, ashtu siç dolën edhe sahabët e tjerë dhe arriti në Medinë bashkë me 20 veta prej shokëve të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe arritën në Kuba dhe qëndruan tek fisi Beni Amr ibn Auf. Nga ato që emigroi ishte edhe Suhejb ar-Rumi, një person i cili nuk ishte arab, po ishte fjala Rum i thon Roma. Pra ishte nga vendet që jemi dhe ne. Ky person ka qenë i ardhur në Mekë, u mor me tregti, u mor me punë dhe arriti të krijojë një pasuri. Në momentin që donte të largohej dhe arriti deri në një farvendi, e kapën mushrikët. Dhe tha ti, ke përfituar prej nesh, ke fituar prej nesh pasuri, nuk mund të lejmë që të largohesh në këtë mënyrë. Atëherë ky e kuptoi që qëllimi ishte paraja dhe bëri një shkëmbim, Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Tha në qoftë se unë do t'ua jap, tha, paratë e mia, tha, do të më lejoni që të shkoj? Tha po. Dhe i çoi ke vendi, i morën dhe u largu. Kur erdhi në Medinë, sepse Suhejb ar-Rumi e bëri emigrimin mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, rabihal bejhu Aba Yahya. Tregtia jote doli e suksesshme, o Ebu Yahya, pra emri i tij.
atëherë thotë unë nuk ja kisha treguar kujt këtë ngjarje dhe patjetër që e lajmëroi Xhibrili alayhis salam për tregtinë e tij me Kurejshet. I dha parat dhe e lanë të lirë të shkonte në Medinë. Ebu Bekër as-Siddik, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, kur u kthye nga tentativa për të migruar në Abisini, siç e thamë mësimin e kaluar, që personi që quhet Ibn Digne nuk e lejoje, ktheu mbrapsht dhe i tha që ti nuk je prej personave që përzehet në këtë mënyrë. E kemi treguar historinë. Vendosi që të emigronte në Medinë, por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha: "Ala rislik ya Abu Bekr", qëndro aty ku je, o Abu Bekr, "fa inni arju an yu'dhana li", unë shpresoj që të më jepet leja nga Zoti që të udhtoj dhe unë. Dhe thotë Abu Bekri: "Wa hal tarju dhalika", ati me të vërtetë e shpreson këtë po. Dhe Abu Bekri radiallahu anhu e ndaloi veten, nuk udhtoi, bleu 2 kafsh udhtimi dhe i mbante në shtëpinë e tij në mënyrë që kur vinte momenti të udhtonin bashkë. Dhe i mbajti kafshët rreth 4 muaj duke i ushqyer. Pra nuk e dinte se kur vinte leje nga Allahu i madhëruar për emigrim. Dhe në momentin që i dhujtarët planifikuan vrasjen e dërgumit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe donin që ta godisnin të gjithë për një herë në mënyrë që gjaku të shpërndahet tek shumë fise, dhe fisi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk do mundej do t'i luftonte të gjithë fiset, ishte i detyruar të pranonte shpagimin e gjakut dhe jo luftë me ta. Dhe qëndruan në këtë moment edhe Aliu radiallahu anhu ishte për atyre që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ndaloi që të emigronin, pra qëndruan me urdhrin e tij. Dhe siç e dini, qëndroi në shtratin e tij. Dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam doli nga kurthi i tyre dhe Zoti i bëri ata që të mos e shihnin. Për Zotin, për Allahun kjo është lehtë. Në moment që dështoi tentativa për ta vrarë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, i erdhi urdhri për të emigruar. Dhe vjen ke Ebu Bekri dhe kur mësoi që do ta shoqëronte dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, qante nga gëzimi. Qau nga gëzimi për shkak se do ishte ai që do ta shoqëronte të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Morën për udhërrëfyes një person i cili ishte në fenë e popullit të tij, quhej Abdullah ibn Urejqit. Por megjithëse ky ishte jo musliman, por kishte disa cilësi të mira. Ka prej jo muslimanëve që kanë cilësi të mira, janë besnik, nuk gënjejnë për shembull, ose nuk bëjnë vepra të tilla. Dhe ekziston, siç e kemi edhe këtu, pra kërkoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndihmë prej këtij në udhtim. Megjithëse ky nuk ishte musliman, ama ishte besnik, nuk e thynte besën. Kjo do t'i vlente atij nëse do të bëhesh musliman. Por nëse njeriu nuk është musliman, dhe nuk adhuron Allahun një vetëm, po bën shirk, Allahu azza wa jalla thotë: "Wa qadimna ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura." Dhe i erdhëm veprave të tyre që ata i punuan dhe i bëm ata pluhur
të shpërndarë. Kjo do të thotë që nëse ky person është bërë musliman më mbrapa, atëherë i ka vletur edhe cilësitë e mira që ka pas. Po nëse personi nuk është musliman dhe vdes i tillë, pasi ngrihet argumenti dhe i qartësohet e vërteta, atëherë veprat e tyre bëhen pluhur dhe nuk kanë vlerë ke Zoti i madhëruar. Gjithsesi nuk e dim a është bërë musliman apo jo, thjesht me që erdhi rasti e përmendëm dhe temën e kësaj. Në ndihmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i erdhi dhe djali i Ebu Bekrit, Abdullah ibn Abi Bekr, dhe Amr ibn Fuhera. Allahu qoftë i kënaqur për ti. Amr ibn Fuhera kulloste delet e Ebu Bekrit, baktin e tij, dhe Abdullah ibn Abi Bekr merrte lajme dhe u açonte dërgumit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nuk e tham kur u larguan nga Mekka fshehur Razi, u drejtuan në anën e kundërt të rrugës. Pra nuk shkuan në veri, sepse nga Mekka që të shkosh në Medinë duhet të dalësh në veri, duhet të ecësh drejt veriut. Ata u thuan drejt jugut. Ecën drejt jugut në drejtim të kundërt. Derisa shkuan në një vend, në një shpellë, që quhet shpella Theur. Aty u strehuan për 3 ditë. Në atë vend vinte Amr ibn Fuhera, që ishte bariu, dhe i kulloste delet aty dhe i çonte ushqim. Po ashtu vinte në mëngjes Abdullah ibn Abi Bekr, dëgjonte fjalët e jo besimtarëve dhe ndarke u açonte lajmet se çfarë ata kishin bërë. Këto masa që mori dërgumi i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishin masa të suksesshme. Pra njeriu i mbështetet Allahut kur do të bëjë një vepër, por bën edhe shkaqet e duhura. Bën shkaqet e duhura dhe i mbështetet Allahut, të dyja bashkë. Jo vetëm të thuash që ajo që do ndodhi është shkruar dhe unë nuk marr masa, jo. Duhet të marr masa sa më e mirë, sa më e plot, sa më e përsosur nga të gjitha anët dhe të mbështetesh Allahut. Kur shkon në ar për të mbjellur tokën, arën, duhet të hedhësh farën, duhet ta ujitësh, duhet të prashitësh, duhet të bësh të gjitha punët dhe të mbështetesh Allahut. Nëse do Allahu e bën që bima të dalë, dhe nëse do, ajo ngelet e tharë. Si në çdo fushë të jetës, njeriu martohet dhe shpreson që Allahu azza wa jall t'i japi fëmijë. Pra, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i mori të gjitha masat, i bëri të gjitha shkaqet që kishte mundësi. Dhe në këtë moment zgjodhi që të qëndrojë 3 ditë në shpellën Theur, që të binte intensiteti i kërkimeve. Jo besimtarët kishin vënë për secilën kokë gjallës e vdekur 100 deve. Kush e vret Muhamedin ose Ebu Bekrin ose i sjell të robëruar, ka shpërblim 100 deve për secilin. Kjo ishte një çmim shumë i madh në atë kohë për njerëzit. Dhe ata që ishin të jetur, domethënë, ju vunë me të gjitha forcat për ta kërkuar. Në momentin që qëndruan tek shpella Theur, Ebu Bekri radiallahu anhu shikon se ata u afruan afër tyre. Por Allahu azza wa jall me fuqinë e tij i bëri që të mos e shohin. Kjo është fuqia e Zotit. Thotë Abu Bekri, o dërgumi i Allahut, law an ahadahum nadhara ila tahta qadamayhi la arana. Sikur të shikojnë njëri për ju poshtë këmbëve, do na shohin ne. Dhe i thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me qetësinë e tij, madhan nuk e
ja Aba Bakr bi ithnain, Allahu thalithuhuma. Si mendon ti, thot Abu Bekr, me dy veta, që i treti tyre është Allahu? Allahu Azza wa Jall zbriti ajetin, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain, idh huma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, inna Allaha ma'ana. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سورة التوبة آيات 20. Nëse ju thot nuk e ndihmoni, atë e ndihmoi Allahu. Kur e nxori nga ata cilët mohuan veti dytë dhe të dy ata në shpellë, i thot shokut të tij, mos u mërzit, Allahu është me ne. Dhe i zbriti Allahu qetësinë e tij dhe e ndihmoi me një ushtri që ju nuk e pat. Dhe e bëri fjalën e atyre që mohuan më të ultën dhe më të poshtruarën, dhe fjalën e Allahut më të lartën. Dhe Allahu është i gjithfuqishëm dhe i urtë. Kjo shpellë është një shpellë e zakonshme, dhe me qëra rasti, themi që nuk është e ligjëruar as në ajetet e Koranit dhe as në fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe nuk e kanë bërë sahabët që të shkojnë dhe ta vizitojnë më mbrapa këtë shpellë. Një vend i zakonshëm, nuk ka vlerë vizita. Asnjë vlerë nuk ka ardhur vizita e kësaj shpellë. Dhe nuk ka ardhur asnjë lloj adhurimi në këtë shpellë. Ka qenë një moment që Allahu subhanahu wa taala e caktoi që të ndodhte kjo gjë. Prandaj ta dini që nuk ka shpërblim, biles ka ndëshkim për personin që bën adhurime të caktuara që nuk i ka urdhëruar Allahu dhe i dërguari i tij. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun." Kush bën një punë në të cilin nuk është urdhri jon në këtë, nuk e kemi urdhëruar ne, atëherë ajo është e refuzuar. Kështu që keni parasysh, jo çdo vend historik bën që njeriu të shkojë dhe ta vizitojë dhe të bëjë adhurime të veçanta ose të caktuara. Thjesht ka qenë një moment në një vend ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e zgjodhi dhe Allahu azza wa jall e ndihmoi të dërguarin e tij me një ushtri që ju nuk e pat. Kjo është edhe në kundërshtim me atë që thonë disa që nuk e njohin mirë hadithin e pejgamberit të saktin nga të dobta, që thonë Merimanga bëri një fole aty dhe plumbi bëri vezët aty dhe kur e pan ata tha nuk kanë mundësi që këto të jenë paprishura. Kjo nuk është e saktë, nuk ka argument me zinxhir të saktë, prandaj me qëra rasti e përmendëm që ta kemi të ditur për më mbrapa. Ky ajet na tregon që Ebu Bekri radiallahu anhu është përmendur në këtë ajet, e ka përmendur Zoti i botëve. Kjo tregon për vlerën e madhe të këtij sahabi. Ky sahab i ka paraprir të tjerëve dhe është i pari në shumë gjëra. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vlerësonte dhe ai është më i miri nga të gjithë shokët e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri është më i miri nga të gjithë njerëzit përveç pejgamberëve. Më i miri, i pari që do hyjë në xhenet nga ky umet është Ebu Bekri radiallahu anhu. Pastaj Umeri, pastaj Uthmani dhe pastaj Aliu. Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë sahabët
e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ata rafidi, ato shije që e quajnë veten, ato persona që e akuzojnë Ebu Bekrin, ata persona le të vdesin në mllefin e tyre. Është Allahu ai që e ka lavdruar, është i dërguari Allahu që e ka lavdruar, dhe ata persona që e bëjnë Ebu Bekrin të devijuar dhe e bëjnë jo besimtar, Allahu na ruaj. Kjo është një nga shpifjet më të mëdha që në ditën e gjykimit do të marri gënjeshtari atë që i takon, dhe ne dëshmojmë se jemi njerëz të cilët e duam Ebu Bekrin, e duam Umerin, e duam Uthmanin dhe Aliun dhe gjithë sahabët, dhe shpresojmë që të na bashkojë Allahu në xhenet me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi vazhduan, pasi kaluan 3 ditë, vjen Abdullah ibn Urejqit me devet që i kishte bler Ebu Bekri, dhe kur ja dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në ditën e parë, jo në këtë moment, i thotë unë kam bler 2. Atë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë do ta marr, por me çmim, pa do ta paguaj këtë deve që ti ke bler. Pra në ditën e tretë i sjell të 2 deve, i sjell dhe vazhdojnë në rrugën nga ana e detit. Pra u ndaloi intensiteti i kërkimit, u ul ajo dhe filluan të udhtonin. Ebu Bekrin e njihnin njerëzit, sepse ai kishte udhtuar shumë. Dhe në momentin që kalonte afër disa njerëzve, e pyesin o Ebu Bekr, cili është ky personi që është me ty? Pra e pyesin për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë se Ebu Bekri ishte i dal dhe kishte bërë tregti dhe lëvizte, në ndryshe nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam që nuk ishte dal shumë. Ai thoshte hadha hadi yahdini tariq. Ky është udhëzues që më udhëzon mua rrugën. Ata mendonin që mos është udhëzues i rrugëve, por Ebu Bekri e kishte për qëllim në kuptimin tjetër, dhe kjo quhet teorie, pra bënte një fjalë të tillë në mënyrë që të ruhej nga sherrri i njerëzve. Në këtë moment pra lejohet që njeriu të përdori fjalë të tilla. Dhe kaluan derisa u afruan afër një vendi që jetonte fisi i Suraka ibn Malik, quhet fisi Banu Mudlij. Banu Mudlij jetonte ande afër me detin, dhe i vjen një burr nga jo besimtarët e Kurejshve të Mekës, i vjen nga ky fis dhe i thot kush i shikon këto 2 persona ka shpërblim 100 deve për kokë. Në këtë moment vjen një burr dhe i thot Suraka ibn Malik, që ishte nga krerët e fisit. Pasi ishin ulur të gjithë bashkë në bënin uleshin me njëri tjetrin, bisedonin, edhe i thot këti kam parë 2 gjëra të zeza andej nga ana detit. Mendoj thot se është Muhamedi dhe shoku i tij. Suraka u tregu i zgjuar këtu, në kuptimin e asaj zgjuarësisë që e kanë për të fituar, jo se është zgjuarësi që ne na lejohet, sepse ai gënjeu. I tha, nuk janë ata, tha, janë 2 persona të tjerë, tha, është filani dhe filani, që kanë dalë për të kërkuar një deve, tha, dhe këtu ishin. E bëri, domethënë, historinë në mënyrë që ky të shkonte ta merrte vetë shpërblimin, mos lënte njëri tjetër. Dhe ndeti një farë kohë me njerëzit të ulur, që mos binte në sy, pastaj avash avash u tërhoqi dhe vajti në shtëpi. I tha shërbyses që ma nxirr kalin bëhe gati, po ma nxirr nga ana kodrës, që mos e shifnin, nga mrapa shtëpisë.
edhe e mori heshtën edhe kapi ke maja edhe tërhiqte kështu, mos e nxirrte lart, në mënyrë që mos shifshin. Në momentin që hypi kalit, i dha me shpejt që t'i arrinte. Kur arriti që pa pejgamberin sallallahu i cili i dëgjoi leximin e Kuranit. Pejgamberi sallallahu ishte i qetë dhe lexonte Kur'an. Ai ja dëgjoi leximin. Kurse Ebu Bekri ishte që e kthente kokën shpesh. E kthente majtas, kthente djathtas për të parë, domethënë dhe ishte i friksuar, jo për veten e tij, po për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë moment Ebu Bekri, siç ka ardhur në transmetim tjetër, po ke Buhariu, i thotë o dërgumi i Allahut, një kalorës po vjen drejt nesh, domethënë na arriti. Atëherë pejgamberi sa më thotë Allahumma srahu, o Allah rrezoje atë. Në transmetimin që e tregon vetë Suraka, isha thot duke ecur me kal dhe u pengua kali dhe rëshkiti dhe dola dhe unë jashtë tij thot, u rrezova. Dhe kali hingëlliu, bëri zhurmën e vet. Dhe këtë moment thot mora zgjata dorën thot ke shigjetat, edhe nxora atë shigjetën e fallit, atë kishin një farë quhet e zlam ajo, që e hidhnin, nëse dilte po, vazhdonin rrugën, nëse dilte jo, e ndalonin rrugën. Kjo ishte një bestytni që e kishin, pra hidhin fall sa herë që udhtonin ose bënin një veprim për ta kuptuar. Pra kjo lloj bestytnie ndoshta ekziston edhe sot. Për shembull mos u thot ditë marte se është keq ose mos bëj këtë se është keq, po doli zogu këtej ose po doli. Këto gjitha janë shirk, nuk lejohet. Ky person e bëri këtë veprim kur u rrëzua. Edhe i doli shigjeta mos e bëj. E kundërshtova thot atë. Dhe i hypa kalit dhe i dha shpejt. Pastaj thot eci kali thot dhe prap ju futët të dy këmbët në tokë derisa ja arritën ke gjunjt. E mora shigjetën thot dhe e bëra prap, tha prap jo. Me zor e nxora thot kalin nga ajo që u kishte rënë, sa që gati mendova që nuk do dilte kali. Kur doli kali thot që u ngrit në këmbë, mas kësaj thot filloi një erë me tym, me pluhur, si gjë e zezë që e mbuloi qiellin. Atëherë thot e kuptova thot që ishte një gjë që mua më po pengohej për të arritur. Atëherë i thirri pejgamberit sallallahu dhe tha unë ju jap besën që nuk do t'ju gjej gjë e keqe për mua. Lutem në Allahut për mua se e shoh që ju keni bërë lutje kundra meje. Kjo që po më ndodh, unë është nga lutja juaj. Atëherë pejgamberi sallallahu e lejoi dhe u afrua Suraka. Dhe tha unë erdha i pari nga populli im, por nëse ata e kuptojnë edhe shqetësohen dhe e shikojnë lëvizjen time, do të vinë edhe ata mbrapa. Prandaj unë do t'ju pra më urdhroni me çfarë doni. Dhe i thot pejgamberi sallallahu që ndaloj njerëzit nga ne. I thot unë do t'i ndaloj njerëzit, pa do t'i pengoj që t'i vinë deri këtu. Por dua thot një letër, dua të më shkruani thot një marrëveshje. Edhe ja shkruajti pejgamberi sallallahu. Këtë e bëri sepse thot e mendova thot kur pash këto mrekulli, tha ky njeri do të ketë fuqi në të ardhmen. Do t'i japi Zoti sukses. Dhe unë doja të bëja marrëveshje që kur takohe me muslimanët më mbrapa, të mos dëmtohem. Ta kem një diçka në vete. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja shkruajti në një copë lëkure. Dhe ja dha. Dhe Suraka
ishte njeri që në fillim ditës donte ta vriste pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe në fundin e ditës u bë mbrojtës i tyre. U kthye ke populli vet, edhe ke njerëzit, dhe i tha këta anën këtej mos e kontrolloni sepse ju e dini shkatësinë time, edhe e dini se sa i Zoti jam unë në këto punë, prandaj mos kaloni këtej. E bëri Allahu subhanahu wa taala shkak që t'u thonin të qetë dhe të mos i gjente gjë e keqe, dhe këtu ka mrekulli që Allahu subhanahu wa taala ja dha të dërguarit të tij. Pastaj gjatë rrugës kaluan në një tent ku ishte një grua e fortë, një grua që siç janë ato gratë që jetojnë në ato vende të ashpra, quhej Mabed, dhe i kërkuan ushqim. Por ajo tha, ky ka qenë një vit shumë i thatë, nuk na ka mbetur ushqim në tent. Burri i kësaj kishte dalë me baktit për kullotje, dhe ne këtu tha nuk kemi ushqim. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa një dele që rrinte aty afër. Tha po ajo dele aty. Tha ajo ka qenë aq e dobët sa nuk ka pas fuqi të dali me shoqet e veta të kullosi. Dhe është ashtu, koskele kur domethënë nuk ka fuqi as eci, është shumë. I tha na lejon ne, tha o Mabed, që ta mjelim. Tha ajo tha më keq se që mendon ti, nuk mund të ketë qumësh ajo. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoi një enë të madhe dhe bëri dua Allahut dhe filloi ta mjeli dhe ena u mbush. I dha shokëve të vet sa që u ngopën. I dha asaj gruas sa që u ngop dhe në fund piu vet sa që u ngop. Dhe ena ishte prap plot. Pra kjo ishte një mrekulli tjetër nga mrekullitë që Allahu subhanahu wa taala ja dha dërguarit të tij. Dhe ja vendosën qumshin dhe u largu. Mas pak vjen i shoqi Abu Mabed dhe kur shikon qumshin habitet dhe thot si është puna, thot kur ju kam lënë thot pa ushqim, madje edhe këto delet e mia që i kam kullosur kanë shumë pak, domethënë nuk kanë mundur këto që janë të ushqyer ajo më. Atëherë thot tu ka kaluar një burr i cili ishte kështu dhe kështu. Atëherë ky Abu Mabed i thot ma përshkruaj si ishte personi që kaloi këtu. Atëherë ajo e përshkruan dhe unë do të them disa gjëra nga ato përshkrimi i saj. Thot ai thot kishte fytyrë të bukur dhe fytyra e tij shkëlqente. Sytë e tij ishin të zezë dhe vetullat i kishte të gjata. Qafa ishte e dallueshme dhe mjekra ishte e dendur. Kur heshte me autoritet dhe kur fliste, t'i mbushte sytë. Ishte më i pashmi nga larg dhe më i këndshmi nga afër. Pra kur shikoi një grup njerëzish, të shkonin sytë tek ai, pra ishte më i dallueshmi pra, nga përshkrimi që i bëri. Tek ai të shkonin sytë. Ishte mesatar dhe i vërtet në fjalë. Pra nuk ishte i heshtur fare, po nuk ishte as fjalë shumë. Pra fliste mesatarisht. Dhe fjalët e tij thot ishin si ato ruazat e varses që shkëputen edhe bie. Si ato ruazat dukeshin fjalët kur i fliste, dhe gjatësia ishte mesatare. Pra, to ishin disa nga përshkrimet që i bëri kjo grua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe
dietarët hadithin e kësaj grua, që është hadith i gjatë, e kanë sjell ke librat e cilësive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur të vi momenti, dashallahu do lexojmë në një libër të tillë që përshkruan të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky burr thot, unë thot, e di thot për çfarë po flet. Ky është i personi i Kurejshve që unë kam dëgjuar për të dhe kisha menduar ta ndjek thot. Dhe me lejen e Allahut, nëse mundem, do ta ndjek këtë person. Dhe masi largohen nga kjo, vjen momenti për të ardhur në Medinë. Dhe sahabët qëndronin dhe e pristin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në ato harrat, janë ato vendet që kanë gura të zi, gura vulkanik. Dhe Medina ka dy harra lindore dhe perëndimore. Në është mali i Uhudit që ka nga dy anët këto lloj vendesh me këto gura, dhe këto i kemi përmendur kur kemi ardhur tek historia e Selman el Farisit, ai që do le t'i kthehet, ka ardhur në librat e mparshëm që vendi ku do emigroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është një vend me hurma arabie mes dy harrave. Këto quhen harra, pra vendi me gura të zi vulkanik që janë në Medinë, dhe ai që e njeh Medinën e di që ka ana lindore dhe ana perëndimore, ka të tilla gjëra. Dhe duke prisnin derisa nxehej dita, pastaj ktheheshin në shtëpi. Në ditën e hënë ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në muajin Rabiul Awwal, në datën e 12 të muajit Rabiul Awwal, ditën e hënë, pra 13 vjet të plota nga shpallja që ja shpallja Allahu subhanahu wa taala, vjen i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe i pari që e pasi sahabët qëndruan ansarët e Medinës, qëndruan derisa u nxeh dita, u bë shumë nxehtë dhe u larguan. I pari ishte një jehudi, i cili kishte hyrë në një kështjell, që quhen ata kështjell, quhej Utum, arabisht është një kështjell e ndërtuar nga guri. Ky kishte hyrë aty, edhe shikon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe Abu Bekrin dhe vërtet thot ja Banu Qaile, o bit e Qailes. Quhet bit e Qailes sepse fisi Eus dhe fisi Khazraj janë dy vëllezër. Pra Eus dhe Khazraj janë dy vëllezër. Po të dy ata janë fëmijët e Qailes. Pra ai i përfshiu të gjithë me këtë fjalë, o bit e Qailes. Hadha jaddukum alladhi tantadhirunahu. Ky është kismeti juaj, thot, që ju po e prisnit. Ose fjala jaddukum është personi pra që do ju çojë juve në fitore. Ai që do të drejtojë juve, drejtuesi juaj. Pra këtë kuptim ka. Ose në kuptimin ky është kismeti juaj, erdhi kismeti juaj. Edhe dolën sahabët armatosur, edhe rrethun pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të gëzuar dhe thanë, i dhanë selam dhe thoshin ja'a nabiyullah, të gëzuar, pra thonin erdhi pejgamberi i Allahut. Duke qenë se nuk e kishim parë ndonjëherë, Ebu Bekri, megjithëse ishte 2 vjet më i vogël se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kishte më shumë thinja. Dhe njerëzit kujtuan se ai ishte i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam. Shumica e njerëzve menduan se ai ishte. Dhe në momentin që u nxeh dita, do të thonë i ra dielli pra pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mori Abu Bekri një copë dhe po i bënte hije. Aty e kuptuan
që nuk ishte Ebu Bekri i dërguari i Allahut, po ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse ai dukeshte më i ri, kurse Ebu Bekri kishte thinja. Dhe këtu për fillim qëndroi në Kuba. Erdhi dhe qëndroi në Kuba, tek aty ku qëndruan sahabët e tjerë, dhe themeloi xhamin e Kubas. Prandaj xhamia e Kubas është xhamia e themeluar mbi devotshmëri, si ka ardhur ajeti. Wa masjidun ussisa ala taqwa ahaqqu an taquma fi. Dhe një xhami e themeluar mbi devotshmëri është më parsore që ti të falesh në të. Prandaj ku shkon në Medinë, është e ligjëruar që ta vizitojë xhamin Kuba dhe të falet aty, sepse ka shpërblimin sikur ke bërë umre, pa shpërblimin e umres. Pa ka vlerë shkuare, se ka argumentet, dhe këtë xhami është themeluar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Deri këtu është historia që kishim përgatitur për sot, sepse nëse do ta zgjasim më shumë mbase do të lodheni. Mësimin tjetër do të shpjegojmë dhe do të themi çfarë ka ndodhur me hyrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ku qëndroi ai tek sahabët, tek ensarët, cila ishte historia me Abdullah ibn Selamin, i cili ishte nga dietarët e jehudëve, të cilët pranuan islamin në ditën që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyri në Medinë, reagimi i jehudëve e tjerë më radhë, inshallah, do t'i trajtojmë në mësimin e ardhshëm. Allahu va shpërbleft me të mira. Ndoshta e ndryshojmë ditën e mësimit, e bëjmë ditën e hënë dhe ditën e njëjtën nëse e ndryshojmë me vllai Dridhin. Nuk e kemi më të dielën, por do ta verifikojmë, do ta shkruajmë inshallah në lajmërim. Allahu va shpërbleft me të mira. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.